Përshëndetje miq. Fort më ka bërë nervoz kryeministri, ja. Kryeministër, nuk punohet kështu vëbla. Unë të votoj të të mirat, gjithë jam me ty, po ti nuk guxon me vepru kështu që pas ke vepru o burr. Ti s'guxon me na i dhu opozitën o burr. Po miq, shkojmë të ngojmë vetën, të diskutojmë së bashku, lutem. A, kështu s'bën. Se e ceki mujin kryeministri, për të mos me dalë mashtrus, e qetën 31 fund mujin. Brenda Ministrisë së Financave raportojmë për një pako 3 që do të përfshirë. Që kjo është miq, që më ka bërë nervoz fort. Të ndëgjojmë e lutem. Se këtë patëricën e PDK-s, këto ka bërë nervoz shumë. Hala ma shumë se mu. Po, diferenca atina me mu, ju ka të ma vonë. Shkojnë miq. Paga 70% për lehonat nga 6 muajt me u bo po për një vetë. Me një shishor nga 100 euro për fëmijë. Me një shishor nga një pension shtesë pensionistëve. Rimbursimi në aftës për bujqit. Ndim 50% për pagën e 13 për sektorin privat. Nale. Ja, kryeministër, po është zotë a jenë në menë burë. Naftën po, parët po, mishin po, të natë mirë të zotit po. Opozita, s'ka qare pa bërtit o burë. Pasha zotit, opozita s'ka qare pa bërtit. Ja besoj. Ja besoj se këto jenë shumë. Po në ta besoj dhe ty. Pse? Sepse ti s'poj vjen. Po i shkem popët bravo të kuftë. Unë me ty po i dhona, një, pse po i bën nervoz opozitën. Jo pse po në për popët. Ty trut i madhe zot. Veç vazhdo se jenë rrugë zotit, rrugë të marë. Po që mi bo dodove, jo gjithve, dodo pataricave, që u tranu në për emisione. Që ty në që më i bo. Që ta s'po kryhen. Ti veç vazhdo burë bravo të kuftë, trujt i madhe zot me gjithë familje. Shkojnë me. Normalisht që të intensifikohet dhe pra me ndimu 50% me jap pagën për secilin punëtor që punon në sektorin privat. Ndim për veteran, familjarë të dëshmorëve të tjerë. Keq më ka paluar mali. Keq këtë farë Qorollin. Qorolli është hasmi numër 1 Albin Kurtit. Po flasëm politikisht, politikisht, gjithmonë flasëm për politikisht. S'ka sen privat, këtë politikisht burë. Është hasëm numër 1 në politikë për rritë përsërish prapë. Shkojmë që. Realisht këto që to janë pakoja e 200 milion që vjen nga zyrtar brenda Ministrisë Financave që më njofton. Prit pak. Mishë të dashër, a është që kë, që para një muje, tha Albin Kurti, tha i ka argjit 15 mjerë në klab, për një natë. Ku është aja vërtet o inderum, Qorolli? Nëse Albin Kurti i ka argjit, mi pas argjit Albin Kurti, 15 mjerë në klab, për një natë, as kish pas fare minimu popullet vetë. Ke bo gënjeshtët madhe, dizinformat madhe, po falëndesh Zotit nuk të shqit. Nuk të shqit, e harrova ta. Ta që dalë me tjera, po s'po dhezvre, rana nuk dhez kur. Qorolli, rana nuk dhez kur. Kështut, ju veç për ngrit një Albini Manal. Për bes po. Edhe i sugjeroj, që shtu vazhdoni, mos javnin. Alpin baba që të ko qëtë. Dini, jo, fyni, shani, thoni që doni, nuk e ka problem heq. Ky, po e cë punës, qysh u premtu, qysh ka premtu. E vetëmi njeri është, që shka ka premtu, dheri sot, i ka marrë premtimet. Pa marrë parasysh, që pat, dhe më thonë, pandemia 2 vjetë. Këto si përmen kërkush, po gjithmonë për akuzinin për 6 vjetë në qeverisje.
Kjo është gënjeshtër, se 2 vjetë s'ka mujtë për qeverisë. E dini shumë mirë. Lufta atje, i këni gju njërë dëni me hangër pa pjek, me gënjeshta gjithmonë, Shkojnë me që, që rolë është i trend, në atë kuptimin bizneset, ku e patat e bizneset. Asë njëherë, Ministria e Financave dhe gjithse... Ngone ju lutëm qëfar rane numër 2, pi thëmë numër 2, se pare a tha 15.000 erë në klub, jo sot, po një ditë tjetër, tash ngone se qëfar rane ka pregadit ju lutëm. Shkojmë. Qendra e bizneset të Kosovës nuk guxon të tregoj sa numër të punëtorëve ka pas bizneset që mbyll dhe sa numër të punëtorëve janë ata që janë hap. Të mbyllet një korporat në Ferizaj me 260 punëtorë. Cila? Për prodhimin e kimikateve me investitor ndërkombëtar të huaj dhe të hapën 3 hamburgera apo pasticeri në qendër qytetit nuk është e njëjtë. Ja, s'është. A mu ki veç për ty? Të mbyllën 3 korporata ndërtimore që unë i di, me mbi 50 punëtorë. A mu misë të dashër, që ka është këtu, esenca, që veç këj pojdim. Kërkush tjetër. Nëse unë e thomë diqka, misë të dashër juve, e ju thomë veç unë e di këtë punë, pasha zotë dhije që kom i rajt, ose po i raj. Pse, nëse është diçka publike, së muna me ditë veçën. Nuk është sekret, më mbyll një fabrik me 300 punëtorë nëse morë vesh kërkush. Ani këta që i vëllëmtojnë. Po, ta qëto e presin. Ky po thot, unë e di. Hajde tash meq. Ky ka ditë edhe për klab, që i ka rgjit 15.000 erë për një notë. Kuna me besu, burë. Këtina, që rodita, hajmë se bozat. Shkojna me që, duke pas fakte për të punë, me qitë letrat. Shkojna me që. Po që ka bëj qarkullim deri në 7, deri në 9 milion vetë dhe të hapën 3 robaqepsi, nuk është e njëjtë. I ka gjithë sen më të këqia, me mbyll fabriken, me hapë 3 robaqepsi, unë fali, a që dhe me thonë. Logarit e qëfar logike për dorke. Që s'ka që ka me rajtë, no. Edhe rajtë për i sosin, për vje funi. S'po kanë ku mu i kapë misë të dashër. Shkujna me që? Guxon të bën krahasim. Kur thete ofertat, bile ka qenë e vonume, edhe kjo pako, pse nuk votohet sot? Sepse nuk e din sigur ta shkon zgjedhje. Kjo ka qenë mashtrimi i parë që ne kemi pas ka qenë paga e 13. Nuk po ma votojnë opozita ligjin, se unë e kam gati pagën e 13, do ta merrin në fillim për vitri. Po pse, qa ka rajtu? Pse keni votu? është normale. Kena po në televizion. Pse keni votu? Rruga 13 nuk është vetëm Kosovë. është ligj evropian. Në Evropë përdoren shumë shtete evropiane. Po ju dhem se... E zhduki, ja votun ligjin janari eci. Përsëri nuk po ma votu në opozita zgjatjen buxhetore për muajin mars, kush e ka po në kuvend. Ja zgjatën buxhetin s'ka pak 13 janar. S'ka në shkurt, në mars e dha publikisht, mbase e ceki muajin kryeministri, për të mos me dalë mashtrus, e qetën 31 fund muajit. Edhe aty... Që qa po thomë reqëron? Për si të valet, këshën e mirë miq, këshën e mirë. Për ma rancë, ma mashtrus, ma një rancë e ti nuk ka. Veç valensyla e këta, po të hinë që ato, një brazjeni, se ma rancë, ma dizë fërmus, ma një rancë e ti, ma njeri keqë se ti nuk ka. Në atë kuptimin politikesh për foli, sepse me rejt njeri ashtë i qare. Nuk e di që të vjen more për ndërgjegjes tonë. Për si të bëhet, mu më thonë dikur që thot për ranë, sepse për ranë, për gënjen, që të fakte që i ka argjit 15.000 për një natë, që të fakte, që të faktura, që të fotografi, cilin klab, me konokon, që të fakte cila fabrika në bjërë,
Edhe nëse gaboj, unë të kërkoj falje burë. Pos, ku mi morë? Se s'jën vërteta. Je dalë me bodi zëfërmat aty me helmu poplin. Pos t'lam na me helmu poplin. Që ti faze që shpeqesu në faze që po ranti, po gënjen. Nuk bën kështu, o qërol. Nuk paguash për me gënjy, o burë. Asë s'paguna për me gënjy. Po me thonë realitetin, me thonë vërtetën. E tranun botën. 1.700.000 tranun botën. S'pe përdi Shqipërinë heq, as Macedoninë, as Malnezi. Veç na. E tranun botën. E tregojmë vetëm kush jenë në parlament, në për debate televizive. Të i shani unë i tjetrin, të i fendue, e argjiti i bone vetëm për interesa personale. Qërolli nuk bën kështu. As ti, as unë, as një. Nuk bën e bëti zë formata. Po kur fol njeri, fol që i burë. E ki dëshmit, a del akuzon. A unë të më pëshes, pa tjetër, të pa drejtën e më bështet gjithë. A më jo këni ishtra. Nuk shiten mu, s'pe jam poplin mu. Farmerë zote për guna për venit. I ka qërë citë poplin e mi dashër. Mi që dashër, kjo ishte rana nëmër 2 e Qërollit, po s'po i qitet, shtë që unë një përshëndes, natën e mirë, e bofshin një gjundë mirë, mirë pofshën vitë radhës, zotë i rujtë atje ku jeni. Qërolli, like share. Opozit, gjithashtu,